All that in order to become able for an independent living from the medical personnel, which accompanied them through the years. Këtu vetë të një më të lehtësume, më mirë, se dalim i qik me këto shoqet, tu aktivizohem me punë, kam i motër. Motra me vjen e herë, me shikon. Edhe ikën pastaj në shtëpi, se ka familjen e vet. Tani tu ndjejmë si në shtëpinë tonë, me personilin e kemi të përkryer ajo të bëj qefin kryet e mjerës, për na majnë shumë afër, tu me njerëzit tanë kanë braktisë. Po, shumë mirë. Alternative Fountain House, in spite of their contribution, are but few for covering all the necessities of the persons with mental health problems. The rehabilitation in community needs cooperation between professionals of mental health and other professionals, such as practitioners or other disciplines related to the problem. It needs teamwork, combined pharmacological treatment with psychosocial treatment, and the building of as many rehabilitation houses in community as one can build. Bazë të planeve individuale që këta persona kanë, ku përcaktojnë problemet dhe nevojat e tyre, ata shpërndajnë dhe në par aktivitete, ndjekin aktivitetet e ndryshme brenda qendrës dhe jashtë saj. Për shembull, persona të ndryshëm ndjekin kurse të anglishtes dhe kompjuterit për të ngritur kapacitetin e tyre intelektual. Ndjen shumë mirë, ku punojnë, sqarojnë çfarë gjë. Në rast të parë unë jam prindi një fëmije që kam sjellë në këtë qendër, edhe në rast të dytë jam me punësuar si kuzhinjere, të cilët kujdesen për shërbimin e tyre, për gatime, për gjitha që ata të bëhen, nes pasensës të bëhen të aftë për veten. Unë ju bëj thirrje të gjithë prindve, si puna ime, që kanë fëmijë të sëmur në shtëpit, brenda mundësive dhe sa më shpejt, ti sillin në këto qendra. Kemi marrë nga spitali jonë i psikiatrisë 25 të smur kronik dhe grupi antarëve të qendrës kanë ndihmuar për ta, është kujdesur për ta, ose në rastin e kosovarëve për shembull, ne I kemi mbajtur këtu dhe këta antarë janë kujdesur shumë mirë. Antarët janë sot në gjendje që të luajnë pothuajse të gjitha funksionet që dikur I luante stafi. Duke përfshirë këtu dhe pritjen dhe integrimin në aktivitetet e qendrës të antarëve të rinj. Pra, sot ne themi pa frikë dhe me mburje do thoja që mund t'ja u lëmë në dorë vetë antarëve që të presin, të përcjellin gjithë antarët e tjerë të rinj. One of the first initiatives of the civil society actors was the creation of the first rehabilitation centers inside the community. The philosophy that states on the foundations of these rehabilitation centers is a social functioning and a treatment not under isolation from the society. Qendra është hap para 10 vjetësh. Unë kam qenë një nga të parë që kam qenë në këtë qendër. Kemi qenë shumë veta dhe jemi akoma vazhdojnë të vinë shumë të smurët kronik që janë në spital. Gjithashtu I kemi bërë drekën, kanë ardhur, kanë ndenjur, kanë ngrënë, kanë pirë në I frut. Aktivitetet kemi bërë aktivitete nga më të ndryshmet në këtë qendër. Ne kemi shkuar edhe në Lezhë, në Laç, në kishën e Shën Honojit, kemi shku me familjarët atje, e kemi ndjerë veten kaq mirë. Unë kam qenë një nga të parë që kam shku në Danimark. Unë jam I smun, unë ku s'pi Laç të bëjmë agresim, marrin shokë më thojnë hajde pim në I gotraki unë ashtu, sa të pi gotë në parë filloj më keq, ku pi Laç të duke më I qetë, ma më që të bëjmë para, të bëjmë punë e shtetë, të rrimë mu. Zdi që të bëj.
Më mirë të jetoj me ne i qendër rehabilitimi të jem më mirë i sigurt atje, sa të ri në rrugëve. Unë kam një djatë 18 vjeç, në moshën 18 vjeç u ka smurë. E kam qofë për spitale, nuk ka gjithë dhe mamë. Kushtet e spitaleve nuk janë. Të shikohet e punit majtë 3 muaj gjymës, rrinja aty me gjithë gruan, që i bëjshin 20 metrë. Duke parë që nuk pa pjente me farë shërimi, që të ronë e majnë në shpi. The writer and the ex-politically persecuted Loni Mishtari, cruelly ill-treated from the communist regime as a mentally insane, describes in the book Evel's Epoch for many of the torments he underwent in the psychiatric hospital. Më morë edhe si të smur psikik, më vonë më arrestuan, si dhe imi në për metusi ka qenë pak e ashpër, që është e vërteta. Këta e trajtonin ata si të smur, jo të smur për të më toleruar, për të smur për të më shkelur me këmbë më tepër, për të më ekzekutuar, dhe më thëmëndërisht, më tepër që mos tisha më jafë për as të vepruar, as për të menduar. Se më tepër rastet e ka prej kjo smundje prej edhe rinin, të cilën janë më të ndjeshëm në shoqëri, se sa të vjetri. Pra kjo rini kërkon një trajtim të veçantë. Trajtimi më tepër, sidomos për ta sapo ka nisur procesi smundjes, jam i mendimit të krijohen ca ambiente të veçanta, edhe pune, edhe pushimi, ku njeriu të ndjehet i qetë, larg stresit, larg problemeve shoqërore, se pikërisht këto kanë qenë faktorë që ai ka shkuar deri në atë grad, ku të njihen me njëri tjetrin, të organizohen mbledhje, biseda të lira mes tyre, kur të hapen, të shprehen hapur mes tyre, të tregojnë problemet e tyre që kanë. Jam i mendimit se gjithçka do shkojë mirë mes tyre. Ato do njihen mes tyre, mund të krijojnë, nuk është çudi, dhe familje. The Albanian Rehabilitation Center for Trauma and Torture Survivors has focused mainly the problems of the mental health system. Periodicals of the mental health are giving a meaningful message in the help of families of mentally ill and all professionals working in the field. Me manualin smundjeve mendore dhe me manualin tjetër çështje të traumës dhe të transmetimit ndërbreznor të kësaj traume psikologjike, ne jemi përpjekur që të fillojmë botimin e një serie manualesh, të cilat në terma të thjeshta do të vënë pikat mbi për publikun e gjerë në drejtim të shpjegimit të smundjes psikiatrike, të heqjes së kësaj stigme, të kuptimit më të mirë të çrregullimeve psikologjike, edhe të njësër dukurisht të tjera. Në këtë sens, ky është edhe qëllimi i dyfisht i qendrës tonë, bërja e botimeve gjithmonë e më të thjeshta dhe njëkohësisht serioze në drejtim të afrimit të këtyre materialeve të shkruara me familjet e të smurëve mendore që kanë kaq nevojë për shpjegime, dhe me afrimin e këtyre materialeve me mjekun e përgjithshëm edhe me personelin tjetër jo të specializuar në këtë fushë, dhe së dyti edhe rritja e gamës në sensin e kapjes së aspekteve sociale, jo më psikologjike, jo më mjekësore, po të aspekteve sociale juridike, të cilat do të ndihmonin reintegrimin e të smurit mendor. The Albanian Rehabilitation Center for Trauma and Torture Survivors has organized an activity in collaboration with the Family Association for the Mental Health aiming the integrations, whose activity was called Facing the State and the Results. The problems of the mental health are a challenge not only for the persons suffering the disturbances, but for their relatives as well, that are also facing the stigma, the pain, the conflict through elaborating this stigma
and the dilemma for isolating the patients inside hospitals. This isolation has been losing meaning more and more, since the treatment in community out from hospitals is gathering approval. Në këtë shoqat marrin pjesë familjarë të afërm të persona me probleme të shëndetit mendor, profesionistë, e kam fjalën për mjek, psikiatër, sociolog, psikiatër, përdorues, me fjalën përdorues ne nuk kuptojmë persona që mjekohen problemet e shëndetit mendor, dashamirës të ndryshëm. Kemi një sasi shumë të madhe të persona me probleme të shëndetit mendor, përjedhoj edhe të familjarëve edhe të afërme të tyre. Mjafton të them që vetëm persona të rimbursueshëm, sipas të dhënave të Institutit të Kujdesit Shëndetësor, në fund të vitit 2005 në Tiranë ka patur 4.910 persona me probleme të shëndetit mendor. Unë nuk jam mjek që t'jap konkluzionet sakta shkencore, megjithatë, e rëndësishme është që i smuni mendor është një smunë si gjithë tjerët. Por me qenë se ka të bëjnë direkt me smunjet në sistemin e të menduarit, me trurit, ai do i trajtim me të veçantë sa njerëzit tjerë, kuptohet. Kështu që për mua i smuni mendor është si gjithë njerëzit e tjerë, por me një trajtim të veçantë, qoftë mjekësor, shkencor, veçanërisht në trajtim shoqëror, ai hyn në ulli të shoqërisë. Çdo lloj shoqërie qoftë. Për mua, një smun mendor mund punoj. Përderisa punon, nxjerr të mira materiale dhe jeton. Tani smund mendor në këtë kohë që është sot, duhet pa të parasysh se ka shumë depresion. Pra njerëzit nga probleme të ndryshme, familjare, ekonomike, etj. Që mund kalojnë, domethënë kalojnë depresion. Nga smund mendor, unë personalisht nuk kam frikë, për vetëm fakti se jam pjesë të shoqërisë dhe nëse të gjithë do kemi frikë, atëherë ata do më njanohen nga shoqëria. Unë për mendimin tim nuk kam frikë nga smund mendor. Për të smundur mendor, unë kam mendimin që shoqëria duhet punojë më tepër. Për arsye se nuk duhet lënë vetëm drejtimin në spital psikiatrik, por paraprakisht duhet merren shoqata, organizma, vetë familjarët, njerëzit më të dashur, më të respektuar. Ju duhet dhënë një shans që të jetojnë normalisht, përderisa natyra nuk ja u ka dhënë këtë aftësi. Duhet ja u japim ne. Shteti duhet i ngarnojnë, shteti duhet bajnë me fjalë edhe po tjetër mundën edhe kampe për të që pushojnë, të i ngarnojnë në jetën e përditshme. A keni frikë nga smurt mendor? Jo, shpesh herë jo, domethënë sepse zakonisht nuk jam përballur, por do kisha respekt për këtë. Nga smurët mendor kam pak frikë, se nuk mund ta mendoj domethënë çfarë pasojash mund të sjellin, çfarë veprimesh mund të bëjnë. Vetëm kjo gjë është, po në fundit edhe ata janë njerëz, nëse nuk veprojnë keq ndaj nesh, domethënë, nëse nuk reagojnë, unë i respektoj personalisht. Duhet ndihmuar dhe duhet trajtuar si pjesë e shoqërisë tonë. Për ata persona që nuk janë shumë të rrezikshëm për shoqërinë tonë, është e mirë të trajtohen brenda kësaj shoqërie. Varet nga sëmundja e tij, në rast se ai nuk paraqit ndonjë rrezik, s'kam se të kem frikë. Kam një mendim domosdoshmë që këta të smurët mendor mund të trajtohen kështu edhe me diferencime. I pjesë të tyre që nuk shfaqin agresivitet janë më të pranueshëm në shoqëri. Jam me mendimin që mos jemi për spitalet. Duhet të jenë në një ambient pothuajse familjar. Të kenë shtëpia paktën 2 katëshe, me një fushë, me një hapësirë të blertë, që edhe ato të punojnë të një shoqëri e njerëzve të rregullt. Edhe aty them që mund të marrin diçka nga jeta. Të kenë konditat që të punojnë, ndash marangoz, ndash robe qepës. Të paftët mendor mund të jenë janë njerëz si gjithë të tjerët. Edhe ata duhet të integrohen në shoqërinë tonë dhe mos menjanohen pavarësisht aftësive të tyre të kufizuara. Duhet mendoj që edhe ata të vinë këtu në lokalin tonë, të afrohen,